Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Paqja qoftë mbi Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Hysejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Hysejnit, paqja qoftë mbi shokët e Hysejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Në vazhdim të ligjëratave rreth ndodhisë së Kerbelas, sonte do të flasim për temën cili është sekreti i pavdekshmërisë së Kerbelas. Kur flasim për Kerbelan, nuk po flasim për një ngjarje të zakonshme historike, por po flasim për një fenomen që nuk ka vdekur për 14 shekuj. Po flasim për një kujtesë që nuk është shuar. Po flasim për një thirrje që çdo vit ringjallet në zemrat e miliona besimtarëve. Pyetja që shtrohet është: cili është sekreti i pavdekshmërisë së Kerbelas? Kushdo që e studion ngjarjen e Kerbelas me gjaktësi, larg fanatizmit, do të gjejë se ka disa sekrete që e bëjnë Kerbelan të pavdekshme. Ato sekrete janë: sekreti i parë, Kerbelaja është përballja e përjetshme mes të vërtetës dhe të pavërtetës. Pra, sekreti i parë është se Kerbelaja nuk është thjesht histori, por parim i përhershëm, përballja mes të vërtetës dhe të pavërtetës, të drejtës dhe të padrejtës. Në ajetin 81 të surës Al-Isra, Allahu i madhuar thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Thuaj, e vërteta ka ardhur dhe e pavërteta është dukur. E pavërteta me të vërtet është e destinuar të zhduket. Kerbelaja është mishërim praktik i këtij ajeti fisnik. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, nuk doli për pushtet, por për të ringjallur të vërtetën. Ai ka thënë: a nuk e shihni se e vërteta nuk zbatohet dhe se e kota e pavërteta e keqja nuk pengohet e nuk ndalohet? Nga kjo thënie e Imam Hysejnit kuptohet se e vërteta ishte lënë pas dore, ndërsa e pavërteta dhe padrejtësia po përhapeshin pa u kundërshtuar. Kjo gjë po ndodh edhe sot, në ditët e sotme,
ku e drejta dhe e vërteta janë thjesht bojë mbi letër, ndërsa ajo që shihet në praktik në mesin e shoqërisë njerëzore janë e pavërteta, padrejtësia, antivlera, që janë të përhapura, pa u kundërshtuar. Sekreti i dytë i pavdekshmërisë së Kerbelas është sakrifica për Allahun nuk vdes kurrë. Sinqeriteti absolut të jetë vetëm për Allahun në çdo vepër. Në surën Al-An'am, ajeti 162, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave. Imam Hyseni a.s. e jetoi këtë ajet fisnik në mënyrën më të plotë. Në ditën e Ashuras, pra ai tha, unë nuk jam ngritur për kryer lartësi apo për shkatërim, por për të kërkuar reformë në ummetin e gjyshit tim, pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ky sinqeritet e bëri Kerbelan të pavdekshme. Sekreti i tretë i pavdekshmërisë së Kerbelas është gjaku i të pafajshmit bëhet thirrje e përjetshme. Profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: me të vërtetë, për Hyseinin ka një nxehtësi në zemrat e besimtarëve që nuk ftohet kurrë. Kjo pra është një mrekulli shpirtërore. Gjaku i Imam Hyseinit nuk u shua, por ai u bë dritë në ndërgjegjen e njerëzimit. Siç ka thënë edhe Gandhi, mësova për Hyseinit se si të jem pra i shtypur dhe të dalë triumfator. Pra, Imam Hyseini me gjakun e tij e vaditi pemën e bekuar të Islamit dhe bëri që kjo pemë të rritet, e të zgjerohet, e të përhapet në mbar rrezullin toksor. Sekreti i katërt i pavdekshmërisë së Kerbelas është se Kerbelaja është shkollë e lirisë dhe e dinjitetit njerëzor. Imam Hyseini, paqja qoftë mbi të, ju drejtua ushtrisë e Jezidit dhe u tha: o ju idhtar të familjes e Abu Sufjanit, nëse nuk besoni në asnjë fe dhe nuk i friksoheni ditës së gjykimit, atëherë bëhuni të lirë në këtë botë. Ky mesazh është pra një mesazh universal nga Imam Hyseini alayhis salam. Njeriu nuk duhet të jetojë i nënshtruar ndaj padrejtësisë, nuk duhet të jetë skllav i asnjë krijese, por të jetë i lirë, të jetojë me dinjitet, me krenari. Imam Ali alayhis salam ka thënë: mos u bëj rob i askujt për krijesave, sepse Allahu të ka krijuar të lirë.
Pra, Kerbelaja na mëson se çfarë është liria e vërtetë. Na mëson se çfarë është dinjiteti. Imam Husejni a.s. nuk u bë skllav i Jezidit dhe as nuk lejoi që dinjiteti i tij të nëpërkëmbët. Ai u përball me atë ushtri gjakatare dhe dha gjithçka, sakrifikoi pra dhe jetën e tij për të mbrojtur lirin, dinjitetin, krenarin, fen, moralin dhe vlerat e larta njerëzore. Prandaj, Kerbelaja është revolucioni i dinjitetit njerëzor. Sa nevojë kemi sot për mësimet madhështore të Kerbelas dhe të Imam Husejni paqja qoftë. Sekreti i pestë i pavdekshmërisë të Kerbelas është gjaku që mbron fenë e Allahut nuk humbet. Në surën Ali Imran ajeti 169, Allahu i madhuar thot, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ata që u vranë në rrugën e Allahut, mos i konsideroni të vdekur, përkundrazi, ata janë të gjallë tek Zoti i tyre dhe furnizohen. Imam Husejni dhe shokët e tij besnik janë pikërisht shembulli i këtij ajeti. Ata nuk u zhdukën. Ata janë të gjallë në ndërgjegjen e umetit. Ata janë të pavdekshëm tek Zoti i tyre. Po ashtu edhe te zemrat e besimtarëve që i kujtojnë jo vetëm në këtë ditë të muajit Muharram o ditëve të Matemit, por në çdo ditë. Sepse praktikojnë edhe thënien madhështore që thot kullu yawmin ashura wa kullu ardhin Kerbela. Çdo ditë është Ashura dhe çdo tokë është Kerbela. Për sa kohë ka Jezida mbi tokë, do të ketë edhe Husejni përballë tij. Dhe sekreti i gjashtë i pavdekshmërisë së Kerbelas është roli e Ehli Bejti, paqja e qoftë mbi të, në këtë pavdekshmëri. Pas ndodhisë së tmerrshme të Ashuras, ishte Imam Zejnul Abidini dhe zonja e madhe Zejnep, paqja e qoftë mbi ta, që e kthyen tragjedinë e Kerbelas në mesazh universal. Kur zonja e madhe Zejnep u përball me Ibn Ziyadin, ai e pyeti: "Çfarë pe tek veprimi i Allahut ndaj vllait tëm?" E madhja Zejnep ju përgjigja, i tha: "Nuk pash vetëse bukuri." Kjo fjali e zonjës madhe Zejnep e shndroi humbjen në fitore të madhe shpirtërore dhe bëri që themelet e sundimit e Mevit të tronditen dhe të marrin të atë pjetën derisa u shkatërrua. Sekreti i shtatë i pavdekshmërisë së Kerbelas është se Kerbelaja nuk është ngjarje, ajo është ndërgjegje. Është transmetuar nga Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: "Çdo ditë është Ashura dhe çdo tokë është Kerbela." Kjo do thotë
Kerbelaja nuk është vetëm e vitit 61 të Hijrit, por çdo kohë ku përplaset e drejta me padrejtësinë, ajo është Kerbela. Të dashur vëllezër dhe motra, sekreti i pavdekshmërisë së Kerbelas është fakti se Kerbelaja pra nuk ishte një betejë për pushtet, por një flijim për drejtësinë dhe ruajtjen e fesë. Nuk ishte përballje e shpatave, por përplasje e së vërtetës me të pavërtetën. Gjaku i Imam Hysejnit, paqja qoftë mbi të, u derë, por mesazhi i tij nuk u shua. Trupat e dëshmorëve u rrëzuan, por ideali i tyre u ngrit lart në zemrat e besimtarëve. Kerbelaja jeton sepse është shkolla e lirisë, e dinjitetit, e besnikërisë dhe e sakrificës për Allahun fuqiplot. Sa herë që njeriu ngrihet kundër padrejtësisë dhe qëndron me të vërtetën, fryma e Kerbelas rilind. Për sa kohë që në botë do të ketë zemra që tharasin ja Husein, Kerbelaja nuk do të jetë kur një ngjarje së shkuarës, por një dritë e pashuar që udhëheq njerëzimin drejt Allahut të madhruar. Kerbelaja është jetë e vazhdueshme në ndërgjegjen e njerëzimit, sepse atë e ringjall çdo brez besimtarëve, dhe zemrat e besimtarëve janë të lidhura ngushtë me Kerbelan. Shembull i ekzistencës së Kerbelas janë edhe dashamirësit e Imam Hysejnit në trojat shqiptare, të cilët për çdo vit e valvitin flamurin e Imam Hysejnit, dhe këtë e bëjnë duke ndjekur gjurmët e të parëve të tyre, Allahu i mëshiroft. Prandaj, Kerbelaja është gjithmonë e pranishme në mesin tonë. Ajo është e pavdekshme, sepse është e lidhur me vlerat e larta morale dhe humane, është e lidhur me besimin, është e lidhur me besnikërinë, dhe ajo pra do të qëndrojë gjithmonë. Në ajetin 7 të surës Al-Anfal, Allahu i madhruar thot: "Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin." Allahu dëshiron ta përmbushë të vërtetën me fjalët e tij, edhe nëse urrejnë jo besimtarët. Kerbelaja është dëshmia e gjallë e këtij premtimi të Allahut fuqiplot. Paqja qoftë mbi Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Hysejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Hysejnit, paqja qoftë mbi shokët e Hysejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.